Sasa dhe Alba përfshihen në një debat shumë të ashpër dhe tensioni mes tyre rritet me shpejtësi. Gjithçka nis kur Sasa fillon të kritikojë higjienën e Albës në mënyrë të hapur para gjithë banorëve. Ajo i thot Albës me një ton të ftohtë dhe të ashpër se të vjen era keq dhe duket qartë se nuk lahesh kurrë, duke përdorur fjalë që prekin direkt dinjitetin e saj. Banorët që ndodhen pranë fillojnë të përcjellin me vëmendje situatën, sepse atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar dhe çdo fjalë duket se mund të shkaktojë një shpërthim. Alba ndjehet e fyer dhe e ofenduar nga komentet e Sasës. Ngadalë, fytyra e saj kuqësohet nga nervozizmi dhe acarimi fillon të duket qartë në çdo lëvizje dhe fjalë që thot. Ajo e ndjen se nuk mund ta tolerojë më këtë situatë dhe nis të përgjigjet me një ton të ashpër, duke i thënë Sasës se nuk ka të drejtë të flasë në atë mënyrë dhe se nuk është e drejtë që ajo ta shajë në publik. Ndërkohë, Sasa nuk tërhiqet dhe vazhdon të shtojë kritikat duke përdorur ironinë dhe duke i kujtuar Albës se të gjithë po e ndjejnë erën dhe është e pamundur të mos e vëresh, gjë që e bën Albën të humbas kontrollin. Në këtë moment, tensioni arrin kulmin. Alba ngre zërin dhe fillon të bërtas përballë Sasës, duke i thënë se nuk ka nevojë që dikush t'i gjykojë higjienën dhe se ajo është e lodhur nga komentet dhe gjykimet e vazhdueshme. Debati merr për masa më dramatike, ndërsa të tjerët përpiqen ta qetësojnë situatën, por fjalët e forta dhe akuzat personale nuk ndalen. Sasa duket po ashtu e vendosur dhe nuk do të tërhiqet, duke i thënë Albës se nuk mund të fshehësh diçka që është e dukshme dhe se duhet të ndryshojë sjelljen e saj. Banorët që janë dëshmitar të këtij debati ndjejnë një tension të fortë në shtëpi. Disa shprehin shqetësim dhe përpiqen të ndërhyjnë, ndërsa të tjerët mbeten të heshtur duke parë se si situata mund të eskalojë. Ndërkohë, fytyra e Albës është një përzierje e zemërimit dhe fyerjes, dhe ajo duket se po përpiqet të mbajë kontrollin mbi